Dje në sektorin për punë të brendshme Tetovë, një grua 40 vjeçare nga Tetova ka raportuar se në shtëpinë e saj, bashkë me vajzën e saj të mitur, janë sulmuar fizikisht nga ish bashkëshorti EB, po ndërmerren masa për sqarimin dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm pas mesnate në stacionin policor në Gostivar, AM, 22 vjeç nga fshati Banjic e epërme Gostivarit, ka raportuar se MR nga Gostivari është sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe ka kërcënuar, madje i ka treguar edhe armën, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Dje në ora 11:30 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se ka rënë zjarri në një shtëpi në pronësi të AT, 31 vjeç në rrugën Jordan Zlatanovski në Tetovë, nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga një siti territorial i zjarfikësve Tetovë. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetovë ka kryer kontrollin. Dje në ora 19:45 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se janë kapluar nga zjarri 2 motocikleta në kryqëzimin e rrugës së Ilindenit me rrugën Nikola Tesla në Tetovë. Pronë e personave FB, 41 vjeç dhe VO, 37 vjeç, të dy nga Tetova, nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga njësia territoriale e zjarfikësve Tetovë. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetovë ka kryer kontrollin. Dje në ora 16:25 në stacionin policor të Gostivarit është raportuar se në rrugën Kej Vllazërim Bashkimi në Gostivar, automjeti i pasagerëve Opel me targa regjistrimi të Gostivarit, i drejtuar nga 45 vjeçaria MA nga Gostivari, ka dalë nga rruga. Në aksident, lëndime të rënda ka pasur MA, të cilat janë konstatuar në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit. Inspektim është kryer nga ekipi inspektues i policisë së Gostivarit.